përgjithësi për shembull meditimi edhe frymarrjet zakonisht preferohen me u bë në mëngjes, kur ende nuk e hangër, sepse momentin kur han nuk preferohet, domethënë me u bë as meditimi, as llojet e ndryshme të frymarrjes, për shkak që momentin kur hajmë automatikisht krejt funksionimi i trupit shkon në sistemin digestiv, edhe prandaj edhe në mëngjes, sidomos në kohën kur jemi me Ramazan, është shumë mirë pjesa e meditimit. Edhe pse unë apet e ceki, edhe në Islam, lutjet e faljet është një lloj, po ndaj për ta, është më ka ra me bisedu për 6 muaj ditë kam pas disa në Bonstill nga Afganistani kanë qenë, ku edhe ju kom dhënë meditim. Kemi bo meditim, kemi bo yoga, edhe pikërisht ato më kanë tregu që për neve, lutja edhe falja është një lloj meditimi. Momentin kur për shembull kokën e qesin drejt tokës, për ta është një lloj meditimi ajo, ku tokëzohen, qëndrojnë me tokën edhe komplet brengat që ai kanë thjesht ja dorëzojnë tokës. E ka qenë shumë interesant me dëgju, domethënë edhe prej perspektivës tëne, sidomos gjitha ato që edhe falishin edhe praktikojshin islamin natyrisht në mënyrë tjetër, ndoshta prej neve këtu, mirë po ishte interesant me ndëgju edhe perspektivën e tyre.